Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup në kuadër të turneut treditor në Ballkanin Perëndimor. Kallas u takua me kryeministrin Istria Mickovski. Në agjendën e Kallasit është dhe pjesëmarrja në hapjen e dialogut për siguri dhe mbrojtje midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut në kuadër të programit për siguri dhe mbrojtje të nënshkruar në nëntor të vitit 2024. Kjo është vizita e dytë e Kallasit në rajon që nga marrja e detyrës pasi më parë ka vizituar Malin e Zi, Shqipërinë dhe Bosnjë dhe Hercegovinën nga 7 deri në 9 prill. Përpara se të udhëtonte për në Shkup, Kallas vizitoi Beogradin dhe Prishtinën. Dështoi për të 20 herë konstituimi i Kuvendit Kosovës, edhe të premte nuk pati quorum për të votuar komisionin për votim të fshehtë. Pro votuan vetëm 53 deputet. Seanca e ardhshme është caktuar për të dielën në orën 11. Seanca dështoi pas propozimit të kryesuesit Avnit Dehari që nga votimi i hapur të kalohet në atë të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se partia e tij është e hapur për të mbështetur një kandidat unifikues për postin e kryetarit të kuvendit. Ne po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate, pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona që një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opsion për me dalë nga kjo gjendje, pra do t'i japim votën për kandidat të vetë vendoshës që është unifikues. Kem përmend dy zonja të Bugovje që në Shelimin, po do të mujtë me votu dhe zoti Gonju Usha, pra ish kryetari, nëse propozohet. Haradinaj refuzoi të komentoj nëse do të pranonte kryetarin e nismës Fatmir Limaj si drejtuesin e kuvendit. Po nuk ujme edhe në mendimin se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrotimit i tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu. Bota. Rusia dhe Vladimir Putin nuk kanë dhënë ende asnjë pëlqim ose refuzim për Vatikanin si alternativë për të zhvilluar negociatet armpushimit dhe paqes me Ukrainën. Sipas kryeministres italiane Giorgia Meloni, edhe pse diskutimet e liderëve perëndimor vijojnë Kremlini, nuk është shprehur ende për këtë alternativë. Shefja e qeverisë italiane pas një telefonate me Donald Trump tha të njëjtën se synimi kryesor i perëndimin janë negociata serioze, duke nënkuptuar se nuk do të nxitohet vetëm për çështjen e vendodhjes. Përtej datave dhe vendeve, prioritet është të ketë negociata serioze ku bashkëbiseduesit të tregojnë vullnetin dhe dëshirën e tyre për të bërë përparim. Ky është thelbi i punës që duhet të bëjmë tani për të arritur një armpushim dhe një marrëveshje paqe gjithëpërfshirëse, e cila nuk injoron garancitë e sigurisë për Ukrainën, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni. Ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të G7-s janë pajtuar gjatë një takimi në Kanadan perëndimore se Rusia mund të përballet me sanksione shtesë nëse ajo i reziston një nismë për një armpushim në luftën e saj në Ukrainë. Shefa financave të G7-s kanë dënuar luftën brutale të Rusisë nëpërmjet një komunikate në fund të takimit të tyre dhe kanë thënë se nëse përpjekjet për të arritur një armpushim dështojnë, ato do të shqyrtojnë të gjitha opsionet e mundshme përfshirë një shtim të mëtejshëm të sanksioneve. Komunikata ka thënë po ashtu se asetet sovrane të Rusisë që mbajnë në jurisdiksionet e vendeve të G7-s do të mbeten të ngrira derisa Moska të japë fund luftës dhe të paguajë për dëmet që i ka shkaktuar Ukrainës. Vladimir Putin urdhëroi krimin një zone tampon për të mbrojtur rajonet ruse të Kurskut dhe Beogradit që nënkupton pushtimin e një brezi territor Ukrainas pranë qyteteve Sumi dhe Kharkiv. Nuk është e qartë nëse deklarata e presidentit e bërë gjatë samitit qeveritar synon të adresojë shqetësimet e shprehura nga guvernatorët e rajoneve kufitare gjatë vizitës së tij të martë në Kursk, apo nëse ka për qëllim të justifikojë ofensivën e nisur prej disa ditësh. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.